Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si me kriju ikonën e zemrës duke përdorur Shape Builder Tool. Okej, për këtë ushtrim, pa marrë me 4 orë, po e filloj prapërsisht për kështu. Pastaj, shkruaj që gjeta këtu edhe po klikoj këtë rrethin e parë ose këtë pikën, pastaj me shift edhe këtë pikën tjetër, ose selekton këto dyja, edhe tani veç po i ngrej kështu. Do të bëj kjo pjesa me lakore. Hapi tjetër, po afrohem këtu, kur kursori ndryshon shenjën, klikoj me shift edhe e rrotulloj kështu. Hapi tjetër, klikoj Ctrl+C, pastaj Ctrl+Shift+V, kjo bëhet copy edhe pas në pozicionin e njëjtë. Me tastin e djathtë mbi këtu vjen, klikoj Transform edhe pastaj klikoj Reflect. Sigurono që e keni vertikal, do të thonë e keni kështu si unë, edhe klikoni OK. O bo kjo. Këtë rast, unë këtu nuk i kom thonë ngjyrë heq, do të thonë s'ka ngjyrë heq, ka vetëm kufizim. Do të thonë ka vetëm stroke. Tani, po i selektoj të dyja, edhe po shkoj këtu te Shape Builder Tool, pastaj shikoni vetëm më drag and drop kështu, këtu bashkohen. Po në këtë rast, unë po du vetëm kët edhe kët, kështu për moj mausin shtypër, shikoni që ka shku vija ka moj shtypër, edhe këtu aprovon. Pastaj e klikoj Alt-N, shikoje, kur nuk e shtypja Alt-N, në shigjetën e mausit është një plus, nëse klikoj Alt-N del minus, dhe më thonë Alt del minus. Alt-ja, dhe më thonë, na mundësën me fshi, shikone. Tani klikoj Alt-N, del minusi edhe moj shtypër e fshi kët, edhe e fshi kët. Shikone, kjo tani është një ikonë në formë zemrës, tani më i me shku me përshamë me dhonë ngjyrë, edhe që këtë ngjyrë më të kuqe, edhe këtë rast më i me shku me hek këto. A me vreni, do më thonë, ka forma ndryshme që mujnë me kriju forma. Kjo është një prej opcionave që mujnë me kriju forma të ndryshme.